Në çfarë forme do të duhej të ndihmoshin pra? Kjo duhet me shku në një program të mbështetjes për student që bëhet si program qeverisës paraprakisht dhe për të cilin pastaj studentët për një qeverisje 4 vjeçare e shikojnë atë si mundësi e mirë për mirëfrizu ato mjete për ta. Mirë, po tjetë ad hoc, kështu në këtë formë, para zgjedhjeve, nuk është veprim i mençur as i duhur. Në këtë periudhë edhe të rundit parë, por sidomos tash, para ballotazhit në fushatën zyrtare, a keni identifikuar personalisht në bazë të analizës që ja ke bërë fushatës zgjedhore përdorim qoftë pushtetit qendror, qoftë pushtetit lokal nga kryetarët aktual të komunave, asete institucionale për fushatën e partive politike në veçanti? Tashmë për ministrat në detyrë, deputet në detyrë etj. Janë dëshmu me incizime, me përcjellje, me fotografi të ndryshme që po keq përdoren mjetet që janë në shërbim të kryerjes së detyrave qeveritare për fushata zgjedhore dhe jo vetëm nga niveli qendror, por edhe nga niveli lokal, dhe që këto kemi luftuar ne kur kemi avoku për kursim, për luftë kundër keq përdorim të paras publike, për luftë kundër korrupsionit, se këto në një farë formë edhe janë korrupsion. Nuk është korrupsion vetëm një keq përdorim i një shume të mjeteve për një tender caktuar, por është edhe keq përdorim i aseteve publike për fushatët caktuar. Kur thoni e kemi luftuar ne, e keni fjalën si lëvizjeve të vendosje, keni luftuar këtë dukuri. Dhe tash ka ndryshuar vetë vendosja në pushtet? Kemi qenë kundër pagave të majme, kemi qenë në mbrojtje të pronës publike. Këto po shkelen tash. Po tash po shkelen nga partia në pushtet, nga njëjta parti. Po ka pas edhe nga parti tjera, po them që nuk është as hera e parë, edhe nuk po e bën vetëm vetëvendosja. Po pse po e bën vetëvendosja, nuk është dashme e bë sepse ka ardhur në pushtet me tjera premtime, me tjera angazhime, me një tjetër program, me një tjetër ideologji, po shihet që kur jemi në pushtet pastaj gjërat pak po ndryshojnë. Pati shumë marrëveshje politike me subjekteve që janë në garë, në balotazh, në për 18 komunat, sa janë gjithsej në rundin e dytë, prej tyre edhe lëvizja vetëvendosje arriti disa marrëveshje politike, koalicione me subjekte që në qendër i konsideron të pamundura që të bashkëpunojnë në qeverisje. A konsideron që kanë dallim këto dy qasje në nivelin lokal dhe në nivelin qendror?